Kryeministri Edi Rama deklaron se do të bëhet gjithçka për të ruajtur pavarësinë e institucioneve të drejtësisë. Në një intervistë për mediat austriake, kreu i qeverisë thotë se vendi ynë po përmbush reformat që kërkon integrimi, pasi Europa është i vetmi destinacion për shqiptarët. Pavarësisht rezervave që ka në drejtim të SPAK-ut, Kryeministri Rama garanton se duhet bërë gjithçka për të mos prekur pavarësinë e organeve të reja të drejtësisë, të cilat pranon se në jo pak raste kanë gabuar në punën e tyre. Gjatë një interviste të dhënë për podcastin East Side Stories në median austriake Die Presse, Rama thotë se vendi ka nevojë për ndërtimin e mekanizmave të drejtësisë, që mund të provojnë pavarësinë e tyre. Nice to go in the opera. It's painful. Nuk është aq e këndshme sa të shkosh në opera, është e dhimbshme, është e hidhur, por është mënyra e vetme. A është perfekte? Jo. A bëjmë gjithashtu gabime? Sigurisht që bëjmë, por në fund të ditës duhet të bëjmë gjithçka që të mos prekim pavarësinë që u kemi dhënë atyre. Përsërit se Europa është i vetmi destinacion për shqiptarët dhe thotë se për ta bërë më demokratik vendin, Shqipëria po vijon me detyrat e shtëpisë. Because it's not that we are doing homework. Nuk e bëjmë këtë detyrë shtëpie për t'i kënaqur ata, e bëjmë këtë detyrë për të ndryshuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë më europiane, më demokratike, më të bazuar në institucionet e veta dhe jo tek personalitetet e veta. Pra Bashkimi Evropian është burimi i vetëm i këtij lloji njohurish. Projektin e Kushnerit në ishullin e Sazanit nuk e sheh as pak si një çështje politike dhe thotë se miqësia me të do të zgjasë edhe për te mandatit të presidentit Trump. They came, they visited, they loved. Nuk është se di saktësisht si ndodhi, por ndodhi. Ata erdhën, vizituan, e duan këtë vend, u kthyen dhe pastaj filluan të mendojnë se si të bëjnë diçka. Mendoj se ky është një investim dhe kjo është një miqësi që zgjat shumë kohë. Prandaj do të mbijetojë edhe pas Trumpit, kështu që nuk është as pak një miqësi politike. Duke u referuar përplasjeve politike në SBA mes presidentit Trump dhe George Sorosit, Rama preferon të mos gjykojë aq më pak të jetë mes tyre, duke shtuar se Shqipëria është shtëpia e të gjithëve. You asked about Kushner and Soros. Yes, they are both friends. Po, më pyetët për Kushner dhe Soros. Po, të dy janë miq. Mund të mos e pëlqejnë njëri tjetrin, megjithse nuk jam i sigurt. Megjithatë, bëhet fjalë për ta, nuk bëhet fjalë për mua. Nuk është puna ime të gjykoj, nuk është puna ime të jem pjesë e kësaj. Kjo është Shqipëria dhe kjo është shtëpia për të gjithë miqtë që kemi. Pra, të dy janë në shtëpi këtu. Rama thotë se ka një rekord të pastër dhe nuk është angazhuar në asnjë lloj përplasje ndërkombëtare. Pasi sipas tij, vendi nuk e ka luksin të zgjedhë, por të flasë me të gjithë.